Në çastin e largimit nga kjo botë, kur vdekja të afrohet, atëherë sa shpejt do të takoheni me njëri tjetrin. Thënia e ofruar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, shërben si një përkujtues i thellë i natyrës kalimtare të jetës së kësaj bote dhe pashmangshmërisë së vdekjes. Kjo thënie thekson takimin e shpejtë të njeriut dhe vdekjes kur ai është në proces të largimit nga kjo botë. Ajo shërben si një përkujtesë për natyrën kalimtare të jetës dhe sigurinë e vdekjes. Ky koncept është pasqyruar bukur në Kur'an në ajete të ndryshme. Allahu i lartësuar qoftë ai, në suren Ali Imran, ajeti 185, thotë: Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe do t'u jepet kompensimi i plot vetëm në ditën e Kiametit. Pra, ai që largohet nga zjarri dhe futet në xhenet e ka arritur dëshirën e tij. Edhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se kënaqësi e mashtrimit. Ky ajet nxjerr në pa pashmangshmërinë e vdekjes për çdo shpirt dhe thekson se kompensimi dhe shpërblimi i vërtet për veprat e tyre do të jepen në ditën e gjykimit. Na kujton se jeta e kësaj bote është thjesht një iluzion i përkohshëm dhe qëllimi i vërtet qëndron në përgatitjen për jetën e përjetshme që do të vijë. Për më tepër, në suren Ankebut ajeti 57, Allahu thotë: Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen e pastaj tek ne do të ktheheni. Ky ajet përsërit të vërtetën universale se çdo shpirt do të shijojë vdekjen dhe në fund të gjithë ne do të kthehemi tek Allahu. Ai shërben si një përkujtesë se vdekja është një realitet i pashmangshëm që pret secilin prej nesh. Duke menduar mbi thënien e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, dhe ajetet mbështetëse kuranore, na kujtohet natyra kalimtare e kësaj bote. Na detyron të mendojmë mbi veprimet dhe përparësitë tona, duke na nxitur të përqendrohemi në përgatitjen për jetën e përtejme që na pret pas vdekjes. Kjo thënie shërben si një motiv për t'i dhënë përparësi zhvillimit ton shpirtëror, duke kërkuar afrimin me Allahun dhe duke u përpjekur për të jetuar një jetë në përputhje me udhëzimet e tij. Na kujton të shkëputemi nga kërkimet materiale të kësaj bote dhe në vend të kësaj të investojmë kohën dhe përpjekjet tona në akte adhurimi, kërkim të diturisë dhe shërbim njerëzimit. Për më tepër, kjo thënie na inkurajon të mendojmë mbi pasojat e zgjedhjeve dhe veprimeve tona. Na kujton se takimi me vdekjen është i pashmangshëm dhe është thelbësor të sigurohemi që të jemi të përgatitur për atë takim. Ajo na shtyn të sodisim gjendjen e zemrave tona, sinqeritetin e qëllimeve tona dhe drejtësinë e veprave tona. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme e natyrës kalimtare të jetës së kësaj bote dhe sigurisë së vdekjes. Na nxit të mendojmë mbi prioritetet, motivimet dhe veprimet tona, duke na kujtuar të përgatitemi për takimin me vdekjen. Duke e parafruar jetën tonë me mësimet e Kuranit dhe me udhëzimet e profetit Muhammed dhe familjes së tij fisnike, ne mund të përpiqemi të përballojmë vdekjen me një zemër të mbushur me besim, drejtësi dhe shpresë për jetën e përhershme që do të vijë. Allahu na dhënë turtësinë dhe forcën për të jetuar një jetë të qëllimshme dhe për t'u përgatitur për takimin me të.